Lutja ngjall shpresën, forcon vullnetin dhe zgjon shumë prej potencialeve të fshehura të njeriu dhe motivon atë për punë që nuk priteshin që ai t'i bënte. Duke u lutur në çdo ku, njeriu ndjen se ai ka një mbrojtës me të cilin mund të kontaktojë kur të dëshirojë. Dhe ai mbrojtës i madh dhe i lartë është Allahu xhalla shanuhu. Pra ti gjithmonë je në mbrojtjen e Allahut te bareke ve taala ma yushrikun. Prandaj ti kur e kërkon Allahu xhalla shanuhu, padyshim që Zoti nuk do të lë duar that. Kur ti ngrit duar dhe i thua Allahut, ja te barek, ja Allah, ja Ghani, ja Razak, ja Rahman, ja Latif, ja Hayul, ja Qayyum, kështu me radhë, ja Allah, i lutesh Allahut me shëra, me uzo, me begato, me mbron nga çdo e keqe, me uzo familjen, me uzo evlat, me ndihmo mua, farfisin, shtetin, vendin, popullin ku jetoj. Atëherë padyshim që krijuesi jon nuk do ta kthej këto dur thatë, sepse ai është furnizuesi i madh. Ai dëgjon lutjet e lutësit që i lutet pra, dhe ai është pranuesi i lutjeve, duave tona. Prandaj duhet të lutemi sa më shpesh, sepse lutja ndryshon gjendjen. Lutja largon fatkeqësitë dhe i afron begatit. Lutja bën shkak për ndryshimin e jetës tuaj. Sa më shumë që ne lutemi Allahu xhalla shanuhu, Allahu xhalla shanuhu do të na bëjë këtë jetë dhe jetën tjetër begati dhe mirësi. Do të na ruajnë këtë jetë dhe jetën tjetër nga çdo vështirësi, sprovë dhe fatkeqësi. Do të na mbrojë ne, do të na uzojë ne, do të na furnizojë ne, do të na begatojë ne, do të na shtojë ato begati, furnizime dhe udhëzime. Kështu që duhet jemi pra të vëmendshëm në lutjet tona. Pastaj lutja duhet bërë me përkushtim. Lutja duhet shoqëruar me sadaka, me vepra të mira. Lutja duhet jetë e sinqertë. Lutja duhet të ketë bindjen 100% se Allahu do ta pranojë atë lutje. Dhe gjitha këto kondita sine qua non, pa të cilat nuk bën, do të thotë duhet të jenë stoike, të qëndrueshme dhe të paluhatshme. Prandaj sa më shumë të qëndrueshëm të jemi në lutjet tona, Allahu te bareke ve taala amma yushrikun nuk do të na lër pra pa na u përgjigj në lutjet tona. Prandaj, siç u lut Ibrahimi alayhis salam, ku ishte në vështirësi të zjarrit në Brudit, Allahu ja pranoi duan, siç u lut Musa alayhis salam kur kishte përballë tetin dhe ishte me popull dhe mbrapa vinte ushtria e diktatorit Faraon, Allahu ja pranoi lutjen, siç Allahu ja pranoi lutjen e Isait për zbritjen e sofrës në surën Al-Maide, siç Allahu ja pranoi lutjen pejgamberit alayhis salam për ndarjen e kamrit ose hanës, siç Allahu ja pranonte lutjet Uvejs al-Qaranit, që vetë mirë shkoj me takue këtë besimtar të përkushtuar në rrugën e Allahut, siç Allahu ja pranon lutjet besimtarëve të devotshëm, edhe shumë besimtarëve e besimtarëve, kështu që edhe juve Allahu u pranon lutjet. Prandaj drejtojuni Allahut dhe Allahu do t'ju përgjigjet juve të gjithëve. Ju falenderoj për këtë çaste. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.